Cili është urdhni që ka ardhur për premjen e kurbanit? Natyrisht, si shumë urdhënesa të tjera në Kur'an, edhe kjo urdhënesë ka ardhur në Kur'an me fjalët e Allahut xhaleshanehu duke thonë: Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Që do me thonë, ne me të vërtet ty të dham shumë të mira, të begatuar me të mira të mëdhaja. Andaj ti falu për Zotin tënd dhe prej kurban. Dhe prej kurban, thot Allahu xhaleshan. Kjo urdhënesë, vëllezër të nderuar, vjen pas një përkujtimi që na bën i madhi Allah xhaleshanu se është Allahu ai që na i ka dhënë të mirat tona që i kemi, që i posedojmë. Pra është Allahu xhaleshanu që ta ka dhënë atë pasuni, që ta ka dhënë atë mundësi, andaj Allahu po kërkon prej teje dhe po thot prej kurban. Përpara se të thot prej kurban, Allahu xhaleshanu pe bashkon me një ibadet tjetër më të rëndësishëm Islam, që është namazi. Dhe po thot fesalli li rabbike, falu për Zotin tënd, wanhar, dhe prej kurban. Pra po i bashkon këto dy ibadete për të treguar rëndësinë e madhe që e kanë njëra tjetra. Namazi deklaron në nështrimin tënd fizik dhe shpirtëror ndaj Allahut xhaleshanu, por edhe kurbani dëshmon në nështrimin tënd shpirtëror, por edhe ekonomik, pra të pasunisë me vetë sakrificën që po e bën për Allahun xhaleshanu.